Shoqëria e Lunxhotëve të Athinës bëri këto ditë mbledhjen e saj të përgjithshme, mbledhje e cila asnjëherë nuk mbetet në kuadrin e fjalimeve dhe diskutimeve, por përkundrazi shndërrohet në një festë të vërtet popullore. Lunxhotët janë të organizuar në shoqërinë e tyre si degë shoqatës Lunxheria me qendër në Gjirokastër dhe me degë në të gjitha qytetet e Shqipërisë, qysh në vitin 2002. Në çdo 3 vjet, të gjitha degët bëjnë zgjedhje të rregullta për kryesinë e re, duke zgjedhur njëkohësisht edhe kryetarin dhe sekretarin. Me një këmbgulje, pasion dhe me një punë të palodhur, dega e Athinës ka mundur të mbledhë gjithnjëherë shumë njerëz, të cilët në këto takime vinë me gjithë familjet, fëmijët dhe të afërmit e tyre. Dhe në të gjitha këto festa popullore, Monumenti të Athinës ka buqitur e buqet kënga e vallja lunxhote, për të cilat lunxhotët janë të njohur për pasionin e tyre të madh. I tillë ishte edhe takimi i këtyre ditëve në sallën e bukur të New York Kolegjit të Athinës, kthyer tashmë në një peizazh të vërtet lunxhot. Në ball ishin afishuar fotografi të mëdha që paraqesnin lunxherinë e plotë rrëzmalit, ku ishte gjetur vend të vijej edhe një fotografi nuse e lunxhote me kostumin e saj të rrallë dhe të bukur, si dhe me 2 tufa trendeline, gjithashtu karakteristik të kësaj krahine. Ngado që të rrotulloje vështrimin brenda sallës, do të ndesheshe me ekspozitat, botime të posaçme për lunxherinë, jemi krenar në për aktivitete të ndryshme. Për ecurinë e shoqatës dhe për aktivitetet që zhvillohen përgjatë gjithë vitit, ne patëm rast të intervistonin disa nga të pranishmit në këtë takim. Përballë kemi kryetarin e shoqatës Lunxheria, Spiro Xhabara. Zoti Spiro Xhabara, kjo ditë sot kujt i kushtohet dhe pse mblidhet shoqata Lunxheria? Sot jemi mbledhur të gjithë lunxhotët e Athinës. Si zakonisht, sepse ne vazhdimisht bëjmë mbledhje të tilla të grupeve të njerëzve dhe vazhdimisht pas statutit të shoqatës ne sot do bëjmë edhe zgjedhjet, por rëndësi më të madhe ka që të mblidhemi këtu në qendër të Athinës të gjithë lunxhotët dhe në mes të tyre shumë të rinj që i kontaktojmë her pas here. Dhe është një gëzim shumë i madh, ta themi me sinqeritet këtë, është një gëzim shumë i madh që mblidhen njerëzit, takojmë me një tjetrin, këndojmë këngët tona, edhe në vallet tona dhe shikojmë gjithë këtë përgatitje që ne përpjekur të bëjmë dhe për të mbetur kudo që të jemi, si në Shqipëri, si në gjitha qytetet e Shqipërisë përndar, si në Greqi, si në Amerikë dhe në tërë botën, të ngelemi me lunxhotët krenar, ashtu si kurse gjithë shqiptarët. Ne ju shikoni këtu një stend të vogël i kemi bërë. Nga të mos jemi krenar, ne kemi në lunxheri, kemi Andromeda, qyteti antik 2400 vjeçar. Ku kemi këto kostum të bukur të nusën lunxhote. Kjo Bajroni kaloi në lunxheri e Morit dhe apostoi nënën së tij e tha, po të tregoj kostumin e nusës më të bukur në botë. Ja, ju shikoni edhe vetë në ditën e panairit që është bërë në Tiranë për kostumin e lunxherisë, për ditën e lunxherisë. Sepse kemi një patriot të madh për linjës kombëtare katolike që ka rënë kaq shumë për shqiptarizmin. Kemi këtë e madhe të qestoratit, e cila ka nxjerrë për 18 vjet rresht përpara një shekulli ka nxjerrë arsimtar në shkollë pedagogjike, e të tjera më radhë. Pra, kemi të bëjmë me një krahinë që na duhet vazhdimisht të jemi krenar, na duhet vazhdimisht të mbajmë traditën tonë, na duhet vazhdimisht të shtojmë edhe investimet për fshatrat tanë që kanë ngelur në një jo dhe ajtë të kënaqshme atje në vend. Pikërisht për këtë, edhe këmungullim që njerëzit tanë të mendojnë jo vetëm për të jetuar, për të mbijetuar, por edhe për të dhënë investime. Kemi shumë shembull që në fshatrat tanë, në Lunxheri, në Sardinisht, në qestorat e tjera, mjaft njerëz kanë investuar dhe shumë jo të vogla. Dhe kjo është shumë e mirë. Këtu kemi një panel me aktivitete ndryshme që kemi bërë nëpër vite të shoqata jonë Lunxheria, deri atje që kemi mundur të vlerësojmë njerëz të shkruar të lunxhotëve. Sot jemi mbledhur për të bërë zgjedhjet e shoqatës Lunxheria. Do vëmë ndjemë dhe vajza të rinj të shoqatës, të punojnë, të ngrëmë lart emrin dhe prestigjit lunxherisë tonë të bukur.
fshatrave tona të bukura, njerëzve tonë të mirë. Dy fjalë për sa i përket shoqatës Lundxheria, thoi zotërish, zotit Panajot, si kam emrin? Qire Panajoti, Boris napisë dio logja ti Lundxheria, ti shoqata, τώρα είναι δεύτερη φορά που έρχεσαι. Ναι, και έχω μεγάλη συγκίνηση, πολύ μεγάλη συγκίνηση, γιατί ο πατέρας μου Λundxheria μας έχει εμπνεύσει. Λέει që o babas mu kishte një dëshirë të madhe dhe një dashuri të madhe për fshatin dhe për vendin e tij, iku i vogël nga fshati, nuk që të vente në fshat, të shikonte të jëmën e tij që vdiq në një pleqëri të madhe. Jo vetëm babai, po 4 vëllezër të tij ishin këtu. Nuk arriti do të vente, vdiq në moshë të madhe. Thot që thot amanetin e babait nuk e lash, ka mbajtur e ka mbredhur Shqipërinë, thot. Dhe kur vija i thoshja babait që ka mbajtur në këtë vend, në këtë vend, në këtë vend. Dhe dua që sa shqiptar që kanë patur nevojë si doktor t'i ndihmojnë. Zoti Panajot, ç'mund ta thuash dy fjalë për sa i përket emigrantëve shqiptarë që ndodhen në Greqi, si e shikon ti perspektivën e tyre? Όταν ήρθαμε υπήρχαν μεγάλα προβλήματα. Emigrantët kur erdhën këtu kishën një telefoni të madhe, një vështirësi shumë të madhe, vuajton, ishin pa shtëpira, me shumë siklet, ose sot shikoj sepse emigrantët shqiptar që ndodhen në Greqi, si kanë bërë prokopi, janë rregulluar me punë, janë me dokumenta, kanë marrë shtëpira, jetojnë normal, venë në vendin e tyre, atje kanë rregullojnë shtëpitë, gjërat, vendin. Do thënë shikoj një përparim shumë të madh tek emigrantët shqiptar dhe jam shumë i kënaqur dhe i gëzuar. Alex Mitrogolle nga Sarakinishta. Jam shumë krenar që jam nga Lundxheria dhe ndodhem sot këtu në Athinë, në shoqatën tonë në Lundxhete, për dekorimin e fshatares tonë, Katina Arebi. Jam shumë i lumtur që shoqata Lundxheria dhe në Athinë, si dhe në Tiranë, gjithmonë është mbajtur dhe njerëzit përpiqen që të mbajnë traditat dhe zakonet tona, që të mos humbasim njëri nga tjetri. Është një kënaqësi e madhe që çdo vit dhe në Athinë bëhet festa e Lundxherisë dhe pothuajse shumë njerëz mlidhen dhe investojnë dhe përpiqen që shoqata të mbahet e gjallë, dhe sado njerëzit se jemi dhe të larguar, jeta është e vështirë këtu në Athinë. Unë për shembull jetoj 100 kilometra më larg, po gjithmonë jam në dispozicion dhe vi për festat e Lundxherisë, për problemet e Lundxherisë. Jam shumë e lumtur që erdha marr pjesë në këta njerëz kaq të mirë dhe sa të jemi, si thonë, këtu në këtë vend, edhe këtu njohet dhe ndokemi, domethënë, siç jemi në vendin tonë në Lundxheri, ashtu duket edhe sot këtu, sikur jam në fshatin tim dhe në vendin tim. Kam shërbyer në disa fshatra të reja të Gjirokastës, si mësues në edukimin dhe mësimin e preziterit. I kushtoj për herë fshatrat, prindërit e fëmijëve dhe sidomos fëmijët kam kaluar jashtëzakonisht mirë, edhe me kolektivin pedagogjik, edhe me prindrit, edhe me nxënësit në përgjithësi. Kemi punuar mirë. Shoqata e Lundxherisë kryen aktivitet. Dhe për mirë që kryen aktivitet, se kujtojmë fshatrat tona, zakonet tona, Lundxherinë tonë të bukur. Duhet ta harrojmë asnjëherë. Jam shumë i gëzuar, kam marrë sot këtu në takimin e Lundxhetëve. Ky takim që na mbret të gjithëve, na bën të gëzuar, na jep hare, na jep fuqi, na bën të freskët, të kujtojmë Lundxherinë tonë të dashur, vendin më të begat që ka bërë Perëndia. Vendin që nuk do ta harrojmë kurrë nga mendja tonë, nga zemra tonë, vendin që e kam gëdhur në gërmat e mia në librin tim Maratona e Mallit, vendin që dua me gjithë mend, me gjithë shpirt, por këtë padurim po ta japin pushtetarët në duart e tyre është. Neve jemi në vend të huaj, në vendin tonë, jam familjet tona, nënët,
Shpresojmë një ditë që të kthejmë shpresat. Të kthehemi dhe ne në vendin tonë, të punojmë atje dhe jo në vend të huaj, të bëjmë Shqipërinë dhe jo vendin e huaj. Me anë të një fjalimi të shkurtër, poeti i mirënjohur Xhavara bëri një bilanc ekspoze të realizimit të detyrave, si dhe u ndal në 2-3 probleme që kanë të bëjnë me kuptimin e organizimeve shoqërore brenda fshatrave të krahinës së Lunxherisë. Duke ju uruar edhe një herë, edhe unë mirëseardhjen në mbledhjen e përgjithshme të lunxhotëve emigrantë në Greqi, dëshiroj të theksoj qysh në fillim, se jo pa qëllim, jemi mbledhur sot këtu në këtë sallë të bukur. Jemi këtu pikërisht vetëm 200 metra larg nga Mega Rozati, ose nga vepra madhështore e bukur dhe e pamohshme e lunxhotëve të mëdhenj Vangjel e Konstantin Zhapa nga Lapova, që kanë ngelur në histori me veprat e tyre të bamirësive të mëdha. Njëkohësisht, sot jemi mbledhur të bëjmë edhe një bilanc të shkurtër të heturisë sonë, të realizimit të detyrave që morën përsipër dhe të hedhim dritë për të hetur më tej. Të dashur vëllezër e motra, kanë kaluar 3 vjet nga zgjedhjet e fundit dhe në ta 3 vjet e themi me plot gojën se shoqëria jonë e lunxhotëve në Athinë ka ardhur gjithnjë e duke u forcuar, gjithnjë duke u shtuar me antarë të rinj, të cilët me të futur në gjirin tonë e ndjejnë veten disi ndryshe. Më mirë, më të qetë, më të lehtë e më të dashuruar me shokës e shokjes, vëllezërish e motrash. Ne pothuajse ja kemi arritur plotësisht qëllimit që i vum vetes qysh në fillim për ta shndruar shoqatën Lunxheria të Athinës në një shoqëri të gjithë lunxhotëve këtu. Gjithmonë shoqëria e lunxhotëve të Athinës ka ditur të vlerësojë ata që japin më shumë dhe që përpiqen më shumë. Këtë radhë, vlerësimi i takonte padyshim nën kryetarës së të gjithë këtyre viteve, grua së veçantë për pasionin e saj për lunxherin, Katina Deli, me titullin Atletare e Shquar. Vlerësimi i saj u prit me unanimitet nga pjesëmarrësit, të cilët e dorëtrokitën ngrohtësisht. Tofur me lule të freskëta, i adhuroi asaj mbesa e vogël simpatike Markela. Vlerësim të ndatë në kryesia ime dhe shokët e mi që punojnë bashkë. Është për të ardhur keq për neve Saraqishnjotët, sepse sot Saraqinishta mungon. Nuk mungon pa arsye, mungon me arsye. Mungojnë këngët e bukura të Jorgo Bogajt, mungojnë këngët e bukura të Ermioni Lafes, Natasha Kulerit, Anas Bakurit e të tjerë. Mungojnë vallet e të moshuarve që kërcejnë bukur lunxhoten Panajot Lefteri dhe Spiro Diamanti. Në fund u zgjodh kryesia, ndërsa si kryetar u zgjodh Manol Neli, sekretar Petro Shupuli e Aleko Gole dhe nën kryetar Maria Dhami e Lamo Bogaj. Sekretar Manol Neti, çuni rime të kryesia. Sekretar organizativ Petraq Shupuli. Sekretar Alex Gole. Nënkretar Lamo Bogaj. Dhe nënkretare Marina Dhame. Pjesë e pandar e festës së lunxhotëve ishte dhe koktejl i organizuar me kontributet e vetë kryesisë. Një atmosferë të veçantë lunxhote krijoi grupi artistik në përbërje të cilit bënin pjesë Petro Qurku, Katina Deli, Kristaq Foti, Jani Janaqi dhe poeti lunxhot Spiro Xhavara. Takimi kaloi me këngë valle dhe përmes një atmosfere të gëzueshme e festive.
Scomola io da bella, ci do voglia.